Varianti i dytë i ndërveprimeve të furosemit me barnat e tjera, kur përdoren njëkohësisht, me pasojë tani rritjen e efekteve anësore të furosemit, si shkaktimi i hipotensionit, pra rënjës së tij në vlerat 9-90 me 60 mm shtyllëzhivet, apo zbrazja e elektrolitëve, pra tretja largimi i disa mineralëve, shkaktimi i dehidrimit, largimit të ujit nga organizmi, shkaktimi i artritit gutoz, pra me skuqje, ejtje, dhimbje në një kyç të këmbës apo pjesë tjera të trupit. Hipotensioni nga furosemid rrezikon më së shumti kur kombinohet me një nga barnat antihipertensiv si atenolol, metoprolol, enalapril, valsartan, metildopat e tjerë që përdoren për uljen e tensionit. Efekti anësor i dehidrimit mund të ndodhë kur furosemid kombinohet me barnat si antikapsthek, si bisakodyl, apo gjethja senës, laktuloz, apo produktet me përmbajtje magnezi. Efektet anësore të furosemid shtohen kur ky kombinohet me barnat si amitriptilin, ciklosporin, sildenafil ose Viagra, tadalafil, levodopa, një përbërës i madoparit. Për gjithë këto kujdesin sërish e bën mjeku. Nëse ju keni ndonjë pyetje apo dyshim, sqarojeni me mjekun ose farmacistin tuaj. Kjo është një shorts. Informacionin e plot e gjeni në playlist të kanalit YouTube Semafori i Barnave. Kanal dedikuar këshillimit dhe edukimit mjekësor për barnat. Jeni të mirëpritur. Mos harroni të bëni subscribe.